Tirana rilindë e gjelbëruar, kështu e hap shkrimin prestigjozja italiane Corriere della Sera, kushtuar kryeqytetit shqiptar i cili shumë shpejt do të marrë një tjetër pamje. Dhe për herë të dytë, sikurse në vitin 1925 projekti urbanistik i Tiranës i besohet një tjetër italiani, ndonse projekti do të koordinohet nga partneriteti italo-holandez. Plani rregullues, shkruan prestigjozja, i besohet arkitektit italian Stefano Boeri, i cili synon që të bllokojë zgjerimin e brendshëm të qytetit. Ja cila është ideja: një pyll orbital me rreth 3 milion pemë të reja, ndalimi i pushtimit të brendshëm të hapësirave natyrore, 2 korsi biçikletash, një oazë natyral dhe sigurisht vetëm gjelbërim rreth vendeve ujore. Për më tepër, edhe 20 shkolla të reja publike. Dhe në fund të fundit asgjë nuk është e rastësishme, shkruan prestigjozja. Riorganizimi urban i Tiranës rikthehet në duart e një arkitekti italian, Stefano Boeri. Kujtojmë se në vitin 1925 ishte pikërisht Armando Brassini ai që mori në dorë kryeqytetin shqiptar. Tirana është një qytet i cili në vite është rritur në mënyrë kaotike, si me ndërtesa, por edhe me numrin e popullsisë. Por në ditët e fundit të 2016-s, Këshilli Bashkiak i Tiranës aprovoi planin e ri urbanistik të qytetit, i realizuar nga arkitekti italian Boeri, së bashku me studion Unlab EIND, konsorciumi italo-holandez, i cili një vit më parë fitoi konkursin ndërkombëtar të zhvilluar nga qeveria shqiptare, pa kohë pas miratimit të reformës administrative, e cila reduktoi numrin e komunave në të gjithë Shqipërinë. Plani i riorganizimit të qytetit quhet Tirana 2030, përfshin edhe lidhjen me aeroportin e vendit dhe portin e Durrësit. Më tej plani synon lidhjen me transportin dhe shërbimet publike, hapësirat e gjelbërta, korridoret ekologjike. E sipas të përditshmes, këto janë plane të dëshiruara nga Erion Veliaj, ish ministri i qeverisë Rama, sot kryebashkiak dhe që synon të rikthehet në qeveri, por tashmë si kryeministër. Të paktën pas 100 vitesh, ideja është që të shtohen hapësirat e gjelbërta, shërbimet dhe hapësirat publike. Do të jetë edhe një tarif për të hyrë në qendër të qytetit në mënyrë që të shmanget drejtimi i makinave dhe të inkurajohet transporti publik. Në pak vite, qyteti do të ketë edhe një stadium të ri, përfundon Corriere, por edhe ai i është besuar një italiani. Vendi nxiton të rekuperojë kohën e humbur gjatë regjimit komunist. Shqipëria aspiron të hyjë në Unionin Evropian, pavarësisht kohës.